Dhe jemi këthy të rubrika e kuzhinës, personi ma kreativ i televizionit Kanal 10, bën edhe ushqime shumë kreative, është Alban Uskana. Mirë se erdhe, Alban. Mirë se të gjitha, Sara. Mirë se erdhe në familjen. Fjalla ma prezentuse për ty është fjalla kreative. Dhe me thonë, çdo gjë që shihet në studio, ose ndryshime që shihen tek moderatorët, e folura, qëndrimi, joka tona, dhe me çdo detaj, Albani është aty mrapa, rregulloj këto, bën këto. E lotshme, apo? Jo, nuk marrë për mu nuk është e lëshme, për mu vëqë nuk kam qef që se cilin njeri, dhe me thonë, kur del para kamera ose para publiku të rësana me qenë gjithçka bukur dhe gjithçka mirë. Edhe nuk kërkes nëse të jep një këshill ose një vrejtje dikujna që dhe me thonë e ki jakën keq, e ki kravatën keq ose në diçka. Nështë ta unë veç që më të usilë kënena edhe shë që po ndodhë qaj sanë, unë e bëj. Ndërkohë që një ndryshim shumë i madh me ardhjen tonë ka ardhur në Kanal 10, emisione të reja, programacion i ri, frym shumë e mirë, dhe besoj ndihesh shumë krenar me këtë pjesë. Po, në njëna krenar kur kolektivi, dhe me thonë është uni i mirë me prezencën ta. Ta është pavarësisht dhe me thonë situata dhe sfida dhe sa që ka kalu dhe me thonë televizionit, ato mundu me pru matë mirën për publikun. Gjithçka që ka bojna për publikun, nuk e bojna për veti, kjo nuk është shtëpia jonë, mirë po na e konsiderojna si shtëpi e dytë. Me drisa punan edhe kalan një gjys dite, një kohë madhe tanën këtu, edhe ti familiarizohesh me kolegë, me kolektiv dhe me sana, edhe je dhe me thonë personi i duhur, nështë ta në kohën e duhur, në momentin e duhur, për me qenë edhe mja shtu do ngjyra pak. Absolutisht. Dhe do ngjyra do i shtojmë sot edhe pjatës. Gjithçysh kuzhinë. Kemi me përgatitur, sepse unë e thash më herët kur ishe ti këtu, që ka statikisht, domethënë në botë, kuzhinierat më të mirë në botë njihen nga gjinia mashkullore. Unë e di që se ki profesion, po si kolege që jam, sa që na bjen ndonjëherë ndonjë përgatitje prej shtëpisë, ose shpesh vjen qërqa kum gatu, edhe na ka thonë receta. Sa do ta shohim talentin e Albanit, a pi gatun mamje ti pi kallzo fotot? Po, është interesant, puna e kuzhinës, që shumë kam e të ndorë, për shkak që kam qenë shumë vezvesele. Edhe nuk kom hangër shumë ushqim jashtë, dhe me thonë veç në shpe, edhe veç prej disa persona, dhe me thonë normal prej nanës, kryesisht. Ajo ka muna me thonë një album, një libër që jëmë të desht mja bo, receptat e nanit nga Albani, që të kam u titullu, nështë aje ekskluzive që kom që sanë. Unë kom ardhë atë në promovim. Edhe të në konë kombo, edhe të qenë kërku si shijev, edhe të musë mikoj sanet, dhe me thonë unë ja kom hangër shpirt e njerëzve. Pse është kjo, pja është. Edhe tani ja kom nisë mi bo sanet vetë, po unë nuk i bëj sanet për shambull me marrë këti një recept edhe me kësyr me shku mi ble sanet. Ideja është po, qka kim frigorifer, me qatu sanet qenë, i merë mi kombinu mi bo na i sanet. Sot e ti, masi kena edhe kohën televizive është pak ma e shkurt, sepse dhe me thonë kuptohet kjo emision i e rëndësi shumë shëndetit njerëzve, publiku dhe problemet që kanë, ndërsa kuzhina është ajo pjesa që receptat janë që i bustirasin. Na sot kena me bo një sandwich që kryesisht është i mëngjezit, është i shpejt, është i mirë, edhe njerëzit mos me dalë prej shtëpisë pa hangër diçka. A është prej atyre që i marrëm edhe me veti? Po, mund është me marrë me veti, unë shpesh e marrë edhe në punë, do me thonë e pregatiti, kur s'kam kohë me hangër në shtëpi, e marrë me veti, ose ha rrugës, ose ha tani këtu, nuk e kam atë problem, edhe një salat, që është një salat, unë e thiri salat e meqme. Pse salat e meqme? A mune me hangër në krejt? Se s'pëdi s'kena najmatje. Te ideja të salatat, do më thonë kure ban salatër, edhe ki sanet, po usë, unë a shani se marrë shkaku që kena, të salatat edhe të sanet e salatët është shumë interesant, mu cekë që janë të sane, këtë menojnë që salata së të manë. Manë stëngin? Stëngin, dhe që është të lëshanë shpejt sana, po dikur t'ja qëtë edhe do elemente tjera dhe sana, dhe më thonë tani ajo është që triki, dhe më thonë që e bën, ideja është me pas vitamina, me pas karbohidrate, me pas proteina, edhe diçka që të ngop. Me kone balancune? Dhe më thonë balancimi me ardhë, dhe më thonë si pjesë e kitë sana. Isholla i ki thikat e mira, se problemin matë madhë unë e kom të thikat. Jam shumë kurështare me ditë reagimin e Lenës ma soj recete, e kësha lutë Lenën me na shkru koment. Tu i në ato storjet. Atër e shikus të ndëruar, pasi që kemi marrë thikën, me salatën. Salatën e lani mirë, dhe pastroni, do me thonë, thika e me dopë, pastrimi salatës. Salata ka najt, do me thonë, një orë ka najt në uj edhe me sodë, do me thonë e qes, tani e kullan, edhe bërë. Unë e kryesisht e kom një farë metodet salatës që e prej... Ma let për prej që ti. E prej shumë ma let, po e prej diqysh në mënyrë artistike, apet. Edhe këtu, do me thonë kam.
Nështë pse une me profesion, dhe më thonë jam kom përfundu për design grafik, master e kom multimedien, të njëtën jam marrë me fotografi edhe si kuadri, si dizajn, si pravi, t'i lendo margjina, dhe ki qep mi bo sanet mirë. Në shpeja ha shpirtin me kësi sanet, dhe nëse unë lypi shumë jam profesionist në shumë sanet. Detajes, profesionist, dhe më thonë edhe në tepër. Qa po përqenë është se të salata e gjelbër, shumica e salatave është komplikim me i konsumu, se i lajnë prejret shumë të mdhaja, edhe do është dyshush... Ajo të plas. Gjevo të bjeni topë e salatës, jo diçka. Shto ku ka sasia që shpo e prejnë ku ka e përshtashme edhe për nive që e konsumojmë, përveç bukur që duke. Ti dosh me llogarit që atë ka piruni, edhe që është ngojë. Tash, ka persona që mund me ha gojën shumë, ka që s'mënën avden. Po, e mira që është që... Kjo është për të gjithë personat. Për të gjithë personat, edhe nëse është e mirë. Po, në fund, krejt salata kur të prenë. Kom lexu edhe kom pa shumë epizoda, dhe më thonë, të ushqyrit, për shembull shumë pak e përdorin thikën ose premjen, shkaku që... I hum mineralet. Po, i hub që kja. Unë e kom pa që nështë që ajo fort nuk ka zez. qenë, po ta rikthej Alban me Lenën në një emision muj më parë. Lena tha spanaçi edhe gjonat e gjelbërta është mirë mos me i prej me thikë, po me dorë, për shkak të kësajna. Edhe ka qenë një koment epik që na kemi diskutuar me Lenën, po na e hojmë atë salatën me pirun tekrit. Kështu që ku me cin si tani. Qatë disa medalë, po. Po, kështu që janë studimet i çdo mirë që janë, inovacionet mirë që janë, po janë disa që ndoshta edhe nuk kanë dëmet mdhaja që ato janë benefitet. Benefiti i konsumimit salatës është shumë i madh se humbja asaj çka bëhet përmes thikës në këtë rast. Gjatë. Kur e shef shembull që tu gatu, dhe për shembull të më thonë që tash unë i mora çift të reja diçka të qenë fresta, edhe kur të shet që e ke tepru, për shembull do bësh asia madhe, që s'ke nevojë mi çit cake, aftën. Që të irun, ma vonë ai darka ai diçka diku shumë i sana thot hajde sa të jam edhe dosane. Unë për shkak që i shumë kom qef. A i rrmujgji kur gatu në Alban se kjo është emita e gjenisë mashkullore ma e madhja? Rrmuj, po menon deri sa ti bëj gati. Me bo shumë in, me bo shumë... Deri sa ti bëj shumë gati, këtë komplet, që kësh përre se ti janë kalëshu që i e kësha njës me bo dhe sandwichin, që e pas kësh kuritin interesant më i sarë. Mia Hum na ka bo një super kuzhinë edhe me të vërtet është komode me punu. Në ndërkohë, përveç salatës, kemi me përgatit edhe një sandwich që mund të marim punë me vetë. Sandwichin ja këna lone emrin albanezo, për shkak që kush vjen me nejt, edhe sidomos shoqënia, këto vitet, 3 vitet e fundit, kena pas shumë aktivitete dhe shumë punë para se marrë, dhe më thonë me qenë këtu i pranishëm në full time në Kanal 10. Ishëm teren shana dhe i bike me shku edhe u qishëm më nxez. Edhe këtë më shënë Alban, apo na, bo me ka një qasi sandwichi albanezo. Edhe tani shumë po për këtë ekipin se ishëm rrugë dhe ishëm në këtë Kosovë në pështetet ndryshme. Ma largove që ata. Sandwichi albanezo e largove se nuk po të shohin nga përmona që ka bëpunan. Abon rrmuj. Po. Ka njëherë jo që i bëj rrmuj, po ide nuk e ki që... Po, e kam dyqysh që ashtot aten si Vesh për sa pritoj me lonë një burë me gatu. Dhe me thonë, se unë kam zanot. Vesh një mirë e kam që i të filloj vetë. Po, tani kur përshes syni që ashtu Alban. Edhe i të filloj. Dhe me thonë, po do këtë përsha momentan të hop krysar gatu në Albani. Nanit i botë shumë qefi. Kur gatuna? Kur gatuj se ma bënë qërë një me e bënë halakam. Po shesha. Po, i jep rëndësi që sajna, dhe me thonë që i qeti bënë, jacish. Dhe me thonë edhe sanet që mos mi shrytzu. Pse i qesëm për shambull në salat specin. Në gjyra kuqe, dyqysh ta jep një farë efekti shumë mirë. Unë halon nuk kem su sigur ata ekstra kuzhinierat, për ne bo, edhe që e kom picked up sarë në kuzhinë sane farat. Pse i largën gjitha? Me gjithë janë shumë të shëndetshme, shkenzarisht është vërtetuar që edhe lëvora e perimeve dhe pemëve, edhe farat... Për livore, po, ama dyqysh fara, merri do fara, haj veç fara të knaqësh, avden dyqysh, avden Përveç ngjyrës bukur që jetë salatës, mos harrojmë që speci koq ka vitamin C shumë, edhe është shumë i shëndetshëm. E kam përshtypjen e gabueshme, po je i prirur më shumë ka ushqime dietale të shëndetshme, sallatat. A e ki kështë për qef? Ushqimin i kam për qef, po unë e menoj që një pjatë do të me pas vitamina, proteina, karbohidrate. Kur ti ki që ato, edhe dhe më thonë që ki me bo gjatë ditës.
Atë ndosh me ditë pak, po, gjitha. ndosh me ditë pak agjendën, se kur e ki pshall një ditë që ti kemenaj të nditën, ti s'ke nevojë pshall me ma shumë proteina, se ato të lypin tani qarkullim, lypin sana, do më thonë, krejt që amon është me bo, do më thonë është që me punu me tru. Do më thonë, kur të vynë ty me punu truni, ti tani i ki dosane tjera që apëtë ndosh me shtim funksion. Edhe ma mërmenja që qëto patligjona ishin konë ekstremt mirë, nejse më falë, në stash televizion të me thonë domate. Domate, du të me thonë. Shumë abitna me këtu domate, patate, na mësu vlog. Një shoqe po në batut Alban, edhe në fakt nuk është batut, është reale, një shoqe tha, mësu mamin, moshën 80 vjeqare, që ka domatja, trangulli, karota, tha se na i në arritu, na thonë, kastraveci, patligjoni, shangarepi, po shumë mirë, rëndësish më është me hangër shneshëm, s'ka rëndësi hitë qush i thoni. Qëta është qatë forën? Alo, po e zvoglan salate. Po qatë forën, po e shet, dhe me thonë që kur t'ja nismi përzi, e shet që dhe me thonë përbërësit nuk përzihen mirë, edhe te i hen shumë me gëshan, edhe kjo pshe pak... Dorën zemrë, Alban, unë shumë zore kom pas me pranu gëshanin pjesë kuzhinës. Dhe këtu kemi qiqra, se Albani nuk po këndisë shumë për kamermana tonë. Po qiqrat, kena aty... Qa ka këtu, Alban? Aty ka misër, tuna dhe qiqra. Tuna edhe qiqra. Kujdesu pak për mja liru vendin kameramanave, sepse... Për kameramana kujdes në këtyne mja bu do bëksët me hangër, po ma mërmenja që bo. Mirë, Alban, po du me unal pak edhe të sendviqe, derisa po themi që ushqimin që e mori me veti duhet me qenë ushqim që nuk kontaminohet. Qa ka përmbajtje sendviqe, edhe sa orë mund të majmë në atë kutin që e marim zyre me veti, se mund e di që lexon shumë, edhe zakonisht je shumë i sigurt kër e jep një këshill. Pavarësisht që të sharohemi, nuk është staf shëndetësor, nuk është nutricionist, nuk është dietolog, këshillat e Albanit janë të përditshme, ushqimet e tij janë prej qefit dhe jo prej asaj të studimeve siç i bën Lena, kështu që ata që ka mundeni me marrë për Albanit është receta dhe mënyra e punës. Po, ndoshta nuk është mungesa e Lenës ajo që na bën profesional me këshilla. Unë kisha thonë, po, unë nuk jam nutricist, nuk jam dietolog, po me staf shëndetësor jam rrit të njëjtën, për shkak që nana është pensionere shëndetësisë, edhe je informuar. Jo, informimin e kam shumë. Në sen që kanë neve në ka pengu mu të njëjtën, për shembull që kom pas nështë ta ka qenë këshill, është që kjo që na nuk shtina në frigorifer kur gjo pa i la. Okej, shumë e mirë. Tani, qëtu e ku marrë vesh rëndësine shumë sene, për ka të rëgonane që për shambull kjo e ka qëto, kjo e ka qëto, që shëru të ushqimi, që shbota e, të ta bajt gajlët, të ta pas ves. Je rrit me këshilla. Po, jem rrit me këshilla, tani i kom su. Qaj se visi që ka me bo, do me thonë, aj monët me najt, jo ma shumë se, do me thonë, 3-4 orë. Për çka? Nuk është problemi të sendviqi, sa është problemi, do më thonë, të përbërsi, sepse ka vez, ka përshut pulës, unë e marrë një farë kremi që është me majonezë dhe me ajk, edhe do kastraveca turshi kështu ja bluj, që bëj qatë kremi me pak biber, edhe që ajo jep tani që ato, edhe ajo kurrin shumë, edhe është të nxehtë, ajo shkrijën këtë kompletësan, ajo hatë edhe mas 5 ore, po du të me ditë me çka me pështil, do është me pështil njerë me folje të varakut, aluminit, që i thojnë ta, ma ndra me folje të të dukshme, nëse dëmë për qëndrueshmërinë mi arrit, për shumë kime hangën mas 5 ore. Edhe mos me lona vite shumë zeta. Po, edhe jënë do kutia që ta shpërdorën që e merë edhe shten ta. Po, për shamull zakonisht, po vazhda të Alban. Po, na po vazhdojnë atë që njësën sane, një vaj e këndonë së të dikon. Kutia duhet me pas shumë kujdes gjithmonë me qenë mbyllja e mbrendshme me qenë prej metalit dhe jo plastikës. Ta shkejt që kjo është që ajo, që thamone që ajo storja, që ti dush mi bo sanet, qka den, qka dohet me bo. Kryesisht në shpe përdorën vajnë e ullirit, tu pelojnë që shkaku qimik pak reklamimit. Po, edhe vajt ullirit kemi, Alban. A kena edhe vajt ullirit ta? Ue, po super, se unë vim për salat vaj ulliri. Au, super. Ani qaj paske këtë vajnë e mira. Na jemi shumë të shëndet shumë Alban. Po e di se familja jonë është ajo, është një emision që e këshyr kitë familja, po. E këshyr kitë familja, është një emision që keni hinë në shpin e gjdo kujna, edhe me bo. Tash edhe një historie, është që, deshta me thonë fillim, po stash, unë e kom një kecele. Po?
po atë ke cele përdori veç në shpejt, kur shkoj nuk e marrë kërkojnë. Edhe na kemi ke celen? E di që e keni ke celen, po sot deshta me punu pa ke cele për shkak që jena në televizion, nuk është kuzhinë, nuk është këtu kena me ushqy restoran dhe jënë klientat që do të me ditë ato. Na po gatujnë në kushte normale si njerëz që gatujnë shtëpiat veta. Po, as dorzat sivnova për dy arsye, sepse kolegët e dinë çfarë pas të shtëpie ka kolega i tyne. Abden, që tu do më thonë e kena gri salatën, e kena gri qepën e re, e kena bo qepën e re, domatën, e kena gri dhe këta. Tash, çka na vynë, nëse dikush nuk i ka qef këtë qepët e reja, do më thonë këtë pjesën e bardhë, kryesisht unë ja u lo ana shumë pjatë për me mujtë me nxy në kryp edhe me hangre. Me të kënaqsh krejt. E ka dikush krejt. Po sot, njënën pjesë, po pja qes. Jo krejt, po tjetrën që mi me lonatën, se zakonisht kur i kiti do musafer, edhe i kitë të njafshëm, ja u din edhe teket, edhe hajet, edhe unin, edhe i pregadit. Unë nuk pritoj nëse kam musafer, edhe më thëtë që vëlla mu që kjo smakona, unë për të qona bona bëj ekstra diçka tjetër. Për shembull, unë e di se sa e vlefshme dhe shëndetshme është hudra, po unë nuk e ha. Po. Edhe Lena ka pas shumë kujdes që njënin pjatë me bë gjithë për mu pa hudër. Është më bën shumë keq. Ashtu që vaja është. Po, është vaj ulliri dhe kjo është sprej. Po se unë shumë kom qef, do me thonë, qështu të sprejnë për me... To janë inovacionet e Lenës. Po, qëre, apeshet, do me thonë, Lenja për ushqim e dinë, se qëre kjo, saksisht e gjunë dyqysh mrena, e dinë kështë, kjo s'ka të rezi pak a shumë. Po. Apo tani me rrugë të ravoja, kështë se fort është e mirë, kështë për skenë, që ta largë edhe sta pak receptin, qëre. Nuk u djek vaje, që përsh heqë, Albana. Që përsh se nështë edhe pluqa, o mësu me të lenës ma të leta. A të lëshojnë, maksimum? A të lëshojnë që ato që nështë edhe për kamerë është ma okej. Okej, pa problem. Që pëllojnë që atë, i qesëm që nështë a bëmë. Qëto e ki, bravo. Po, që aty e pash kësh. Kësh. Shumë e përshtatshme kuzhina. Po, është e përshtatshme, është e mirë. Nuk e di, Alban, për ushqimet që përgadit, atë marrin shumë kohë, a je prej aty, se unë personalisht, për shkak të punës edhe kretë të dinamizmit që kam, unë gatuj receta që për një orë më i mashtru bukën. Gjela, dhe me thonë, të cilat, ose për shamu nishën e përgadit edhe një ditë për para. Shamu unë nuk bëj receta si që është flia, se aja ta merë kreditën të shfre kam për shtypjen. Nuk di me bo edhe në do këtë si kur unë bje kohë. Se besoj që ta merë flia kohë. Unë nuk di me bo, nuk nështë se sot veç kime porësit kohë, veç me shku me marë dhe marë. Mirë, se së shtasë është shnetshme. Qëre, a më mbarë të kohë porësit? Avden? Mu nuk jam shumë adhuruse e brumrave, prej brumrave i du pitet, a din me qitë pite? A din me bo pite? Jo, brumna me gatu, kështot me të hollu pet, sana këse nuk di, nuk kom deshtë asë njerë më mësu. E buk? Pitet i bëj me pet të bleme. Si do qoftë... Ta është kena minzirë dhe dësane tjera, që to pi qeli që tu se s'po du me bo reklam. Deri sa Albani e qelë mishin, unë doja me teksu që recetat të cilat i përgadisim në shtëpi dhe i ndoj me njëni tjetërin, jeni shumë të lirë, me na shkru të familja jonë edhe me arë me gatu, sepse mund të mësojmë ndonjë recet që është e thjeshtë, e shishme edhe mund të përgatisim bashkë në studion e familja jonë, si që ka ardhë Albani, mund është edhe te që bëna shikon, me na shkru edhe me ardhë talentin tënë të kuzhinës me e shfaq në studion e familja jonë. Tash, që këna vone për te e kësha lyp një farë ene pak ma interesant që që është. Qështu bre kur të vinë njerëz në shpekuj me gatu. Wow. Na i kemi pajizet, vish me adit e emnin. This is the best. Valoj se dita që e ki edhe një fljuk. Ja, këta mija home ishin që dhe shumë dollapa edhe shumë bukur të bëjmë. Sa reklamën për jabën, nëse di ka do të me ta marru një kuzhinë matë madhe. Në shpe. Ka do të me ta marru një kuzhinë matë madhe. Unë e shpesoj që të kanë dëgju mjahom, se kam nevoj me ndru kuzhinë të shpia. Mjahom një kuzhinë, po. Qëto dyja pilo pak anash, se dita shtojnë ajo, biberzi. Okej, Alban, biberzi është këto. Po, panderit. Ki edhe biberzi plohën, po nëse dënë kokë. Po, plohën. A ka plohën? Tash të të botë të lashe. Alban, mërë ti koke më safir me të lashe. Unë jam Iran pak. Koke më safir. Jam Iran, si s'ka nevoj. Jo s'ka nevoj, Sar, që. Len, ku është biberi? Që. Që i tha Len. Në kësi situata, qëka keme bo që? Me shty biberi. Që kjo është e qasojna kur thomën e kuzhinieri. Dhe më thonë, ti tash, letë është me dalë, bret, nalë, që kajnë market, marë sene, në ato këtu, është forja me vo sene, që ato gjë. Ma praktike. Kësa në e qëtë pak qëse. Biberzi. Po, biberzi. Dhe qëka e bënë që të farë sosin, kur t'ja bëjë? A do me nalë këto, Alban, se më s'podjë? Jo, s'podjë, ka dalë, se ja kom nalë veç këto... Minimum. Minimum e kom nalë. E kom lonë që i kemë najtë në zetë, se na vynë me botani edhe për pjesën tjetër të stafit.
Esenca e qësojna, qka e jep një farloj shije që unë jam mytë të e lypë edhe kurse kom gjetë edhe s'ma kalzëshin shumë konxhinjera. Po? Edhe ja kom zbëllu tani një farë shije interesant pësi ja jep. Para me ndohë pju qëtëshin, kastraves turshi, Të bluar. të blum, dhe me thonë që shtu sa mi jep qatë shijen. Okej, qëto të madhe në shtë? Po, qëto. Po. Edhe kjo e jep një farë shije shumë interesant. Kitë janë rënë, dhe me thonë komplet janë rënë shijen. Edhe që kjo është e mira që kur shkon me një restorant, ja hullum të në shijen. Me mujtë me janë zbëllu. Këta do është sa me të drejtë, Alban. A kjo dhe receta jote, po dhe në përgjithësi, a është sekretit e produkte që përdora, po të ajo që ka gudzën me shtu? Taja që gudzën me shtu. Taja që gudzën me Taja që shtu. gudzën me shtu. Ketë që ka është, dhe me thonë është ketë të që kjo... E ke bloku fomjen për kamermana. Kuzhina është shumë liri. Ti nëse s'ki liri, dhe me thonë ti s'ke bo kur gjëheq. Pse e thëmë që ta? Se... Ti gudzon? Unë e gudzaj, unë e gudzaj sepse unë i parë jam ai që i testaj. Okej. Jam i ftar i kuzhina. Afti parë 10 vete a gatuna bëjmë, shambull pitit kur t'i bëj, i bëj me pet bleme. Po petla, e kësi senet që përzhitën e sene, myta. Sot për shambull shkon furë dhe a bën një buk, dhe ta që të buk në të jo, pa pjek. Edhe ti e vlen brumin, dhe me thonë, mundësit sot janë të mdhaja. Qka është sot e më rëndësishme, është që sot dembelizmi është shumë i madhë. Nështë ajo për dembelizmi, po koha e kufizume, Alban. Se s'ka kohë të kufizume, 24 orë i ka dita. Se cilin njeri punën 8 orë, hajde 10 orë. Do që i majnë biznesit, punojnë 12. Edhe 12 orë tjera qka banë? 6 flan, 6 hajde gatujmë. Kitlira, se njerëzit to një po të qëfmit. Ta shka bëjone, unë e gjithmonë i marë që shtu të riskat, i qes. Dhe me thonë që tu i kena, dhe me thonë tash... Për 4 sendviqa se i ki 4 coba të vezës, apo? Po, që tu jem tu i bo njëherë 4 sendviqa. Po, realisht, dhe me thonë, i qes që shtu të komplet. I ban gati. Edhe i marë, po, edhe i boj gati me qëta i ly. Pa. Lema që aty se e përdori. Jo, s'pëdu me hup, se ato e shtim përdori ma pet. Okej, se po të bëj gati për 4 sendviqa, veni. Okej. Ty e logarit vete në gjithë qysh Alban se e mund tu. Sara t'ju më thajtë që i në dietë. Valla që kjo me majonez, dija ka me provu se edhe Lena përna këshyrë plos. Qëre, Ka njëherë cheating day ban me bo. mos e te pra. Mos e te pra. Krejt njerës thoi një se është nuk është i mire, adin, si kur që ajo ma heret. Ta një shkon ti me najtë abarab, edhe ajo qëtë najsan, dhe me thonë që është full i ndyrë. E ani fli me djadhe me kosën, ta në lojët e ndyrnave. Ose të tanef, dhe me thonë, adin që qysh të tranojnë. Jo, ka njëherë bën me knaqë shpirtin e me dhe ushqime që janë pashneshme, po s'bën me tepru. Po për shambull që ku i kemi një super sërëcit shneshme. Po dhe s'bën me tepru, Pse ti dush me tepru, kur ti mund është, do me thonë me knaqë vetën. A i fans i ushqimeve, për shambull të sasive të vogla, sepse shpesh na shqiptarë, si do mos. Themi, po s'pom nginë, mëre qaosh, këse në që shkam në restoran, që shkam në restoran, s'ta vjen një pjatë madhe që ka që dhe... Me një pikë të ngrehën e pak kështu si vesh. A ti muna mungull me hi një herë, a mos dytën herë, jo, mos farte, s'ka shpreje. Pa i po dhe që bo, pa aty në kajmak. A din që është interesant me mu, për shambull, ushqimin e detit, për pos peshkut në Kosovë nuk muna me hangër. Pse? As një sen. Jo, ka vende që e gatu mirë. Jo, nuk është punat e vendit, të gatimi. Unë e përdori një shungë të pullës tjetër, o shumë e mirë, është prodhimi Mazdonis ajo, është tepër, s'pi bëj reklam, po është shumë e mirë, tepër, edhe kjo është që është të shkanë kajdet saj, po është shumë e mirë. Edhe pse nuk moj, nështë aroma e detit, nështë aj uj jodi, që ajo atje ha, për shumë me shku në Shqipëri, do vene janë shumë mira, po atje ha edhe ëllë, edhe gjithë shka, këtë detit do me thonë atje muna mi përbi, këtë nuk më i përbi, o mësillet në përgoj, po s'moj me përbi. Nështë ta s'ki besim se si përgatitet, se nuk ka shia është... është shumë interesant me thonë, pse qike. Tash, pse vonë hala se kom hek prej vezën, falme, për gjuhën. Pse vezën se kom bo? Tash, kur t'ja qetë, ka shka valdin? 3 dit fitness ma shti sandviqe. Jo, qëre këtë bustirat, këtë manë ditën. Po, këtë bustirat edhe me kilogram, Alban. Mos bëhe gore. Jo. Qërë sa fete në keqit. Këto janë krejt... Kaçkaval, majonez. Mesh, pa jina, oj, sarë, na s'monë mungi me gjithë speci. Abde, na s'monë me maj dieta me gjithë speci. Abde, na jena shqiptarë. Na i kena klimën ajo është para gjellë, po thu për neve. Jo, do të me këshyrë me klimën, t'ja ke pa atje, edhe kur fëri një frymë me madhe në për venet e jashme, ja rëzën shpijat.
Të na tërmet bot kur gjërzdan. Na vet jena qa si popull i rast. Abde na dhët mungi. Na dhët mungi na smonë. Popull i brumit. Popull i brumit. I tërshijave. Mas jena në televizia për më dok ma bukur një bona ndjant me qëto. Për ndryshën e bëj vis me një anë. Po kështë të këshurë së harqin me pona Gjakovash tash e bëhet nervoz me ty. Tash për televizion e sarë, pak tash për televizion më dok ma mirë. Të shpia e qëtë dyant harqin? Jo, vis me një anën, për që ta. Po dhe se unë jam shumë i sinqert edhe kalzoj. Tash qa bom veza në këtë rast? Të të shkru ma mësë tash mas emisionit, ti përna fikshë më rëneve me harqë? E tash forja e vezveselis. Hajde. Të kom vezveseli, ekstrem. Do me thonë, mi kalon do rrema, do senet shumë të këshia, që, në bo, që tash? Këtë ideja që është e kja, është që to. Me këthyt. Këtë që ki style është që to që. A i qëtë në të sterë tani, a i banë, a i lërë shë sandvish. Po jo mëse se prish ma me të sterë ti këta. Ka e ka marë, se u kam që mi këthy marë. Tash, veza është e nëzet, edhe e shkrin ka shkavalli kapët për shutën e pullës. Dhe për shuta pullës, dhe më thonë, nuk nëzehet shumë se e ka këtë kremin për mi. Okej. Dhe më thonë, këtë ideja është që mos me shkri ma shumë. Nuk e qëtë këto në fërtire me nëzhen dyante dhe ne? Jo, s'ka nevoj. Kjo që tash është e gachme për sërvem. Apo? Tash krejt që ka është një idejnë, u s'tu i poshtë do pjata, kënë shumë interesant. Në fund janë pjata. Shumë interesant. Edhe në fund është. Qështu është një, po dhe shtë. Okej, qështu ishme të latë i sarë. Ishe na shumë enë kena. Po dhe na shumë që, që qfar pjate. Ja, mos na kërë se vëllë. Ej, veç, do me thonë, nësotu na po Lena, se Lena si këmë thaj rëmuj gjike, se edhe Lena banë rëmuj, Lena më falë, këmë thaj rëmuj gjike, ja. Rëmuja. Rëmujgjia. Qëre ku punohet, që thojnë kush punon ka. A vëdhen? Ku punohet ka Edhe unë gatu i bën janë s'ma shenë Po të s'mon është me marru shpinë dhe me thonë vëllaj pëse ke qitë zallin këtë. Pa e qitë zallin, pa e qitë dhe sene. Qështu, adi kur të gatu jonë, qështu të fshi të gatu. Ku ma kem shef vajin? Vajin që. Lujt. Ti qesëm edhe pak vaj. Po, këtë vajin e kena përësit special është. Këtë vaj, adhe, nësë menani se vajin atë jakanismë shtrejtu vajin atë shumë. Unë bashkëpunoj vetëm me produkte vendore, kështë që... Qërë, qashtu të është mas mirti. Tash për hirtë të kamerave, dhe me thonë, unë dona gjithë qysh me bo një detalj. Hajde, po të heki dhe, se shumë të kanë bo. Po, përshka këtë të stojna që do të me pa mesin e këti sandviqit. Okej. A vëdhen të me thonë, kur shijet mesi del ma mirë. Të cilë e na dyshja, po? E na dyshi. Qëre. Ideja është keqë të tash. Që kjo, mu majtë mirë edhe që shmu preksh. Tak. Qërave. Asaj mirë. Këthejt e kamera pak. Fantazi. Tash që ta, e sërvan. Po, sërë kjo është milpigisht. Edhe jera pigje shumë Qëto janë edhe një dy vezë, unë e pi përgjitje dhe qëto pi lopë. Për stafina? Po, për stafina. Unë kja jam, ja, po. Valaj sarë, që unë të shakon se te dhe i tash e kësha hangër ata. Zdi sa e të votash. Fantazi. Tash, kur dënë, qëre, kur si ki mundësit, i merë për shambull i ki 4-5 vezë, dhe dënë mi bo 10 sandviqa, i qëtë me një venë edhe i tundë dhe i bënë shut ka pak. Jo në sy. Unë e kom blerë një fërterë është e vogël që e bëj një vezë në sy. Më falë një vezë, mi datu i thonë vo, po vlau, vo, i thotë. Me priardje jena prej, po, jo prej Maqedonisja, me priardje. I Kërqovës të Maqedonis. Për qatë arsye dhe mbi emrin e kam Uskana tash. E kena ndryshu. Apo? Sepse ke pas Ramadani. A ke a Uskana. Ma i mirë Uskana, ma trendi. Uskana i kanë thonë qytetit të vjetër të Kërqovës. Në atë hartën Ilirida, dhe në Ilirian që e ki, dhe me thonë është Ulpiana, Viciano, Uskana, Skopi, dhe me thonë janë qytetit të vjetra që i kanë thirë, sepse Kërqova ka kala, është qytet i vjetër. Kena me shku? Gjithësysh, Okej, deri sa që mos ta hupim minutazhin Alban, se mundemi me gatu edhe mrapa emisionit. Ta përfundojmë edhe sallaten. Nuk po mëj mi largu kur gjo Albanit prej rëmujës që ka po. Jo zban. Pe paraminoj, adin me pasko ti nuse, ka qërës kish këshur vjera shtram ty.
Pse? Për rëmujën që e kësha mujën e ke bo, valla. Valla, adin që ish dasht më qupi gjumit me mpa, apo marë frym. Se edhe mi gatu shnet shumë. Ose ajo hajtë që pëlloj minutën dhe viren. Gruja jo të arshme. Të thonë, rrimës gatuj, veti gatuj. Po, që ata si më dhezë shumë martesa se unë e kom qef shumë shije, tani nuk e marrë të njëjtën, e përjesin tani për me e shumë, a vëdhe në kështu sane, po, unë jam po deklarat bombastike. Po, ideja është që, qëra, njëri kër e dën i vetën, kër e dën i vetë vetën kër e dën jetën. Kër e dën jetën, i dën krejt sana tjera. Unë nuk muj muqu, mja bo vetit bukën gati, ose dikujna, edhe mësë me serviru. Saro në koruna, me hangër ti ke pa do fotografisë të më kalzu. Po, jo, vjen punë gjithë me... Unë e dyqysh nëse si a bëj veti që ato, nëse unë se knaqi... Edhe lukthin, edhe trunin, edhe mendjen, edhe synin, edhe dokën dhe kitë komplet. Tërë që këna me bo, do më thonë këtu... Për ty ushqimja është nevoja, Lux? Apo pasion? Ushqimi është nevoj e trupit. Nëse ti jep rëndësi veshjes, dhe nuk jep rëndësi ushqimit, dhe shkom blenë sanet shtrejta, dhe shkon rjepcavësh me do ushqimet të lëthta. Rjepcavësh. Po rjepcavësh. Okej, përfundojmë salatën Alban, se jemi keq me kohën. Sajna me kohën. Ishtojmë misër. Do me thonë kësajna, ja qesëm edhe 2 lugë misër, që saj sasis. Nëse ki hala ma shumë mësafir, këto e len, i përdora për. Erën për nesër, e mbyll mirë. E mshelu mirë, do të mi përdora ato kapakat të silikonit. Po. Që ta munëm masive qena këto të koha, që ta pja ullën pak temperaturën që me najta. Po, ullën që gatuj mas transmitimit? Qishra është një komponent shumë i mirë që kjo të ngop. Kjo ta bën qatë ngopi, në shambull misri, është një misri, po, tepër, edhe është e mirë, edhe dëshysh të knaq me do sistemet vjetra. A kini qasit vogël të që aty se kjo ka uj, bis të kolloj, falj. Që dhe të që kemonë, se shkanë qëtu qishra shumë. Këtën të mund shme i ke përdorë. Po normal se... Ja, që. Qishra, po se tha dhe Albani ma eret që një prej dilemave më të moja atë ngop salata. Përbërësit e salatës, proteinat, mineralet, vitaminat, gjithë gjë tjetër që është brenda saj, të kryojnë edhe ndjesinë në ngopjes, edhe energjin të ajapin, edhe forcen, plus marim të gjitha të mirat e tyre. Ata që si din që ka e në qishrat, a din shikom firë për para këtu, leblevija nuj. E për me pamin e kanë si leblevija. Po si leblevija kanë pamin e... Vishien e kanë matë mirë se leblevija, se leblevija për shamo tash, kjo të manë këgja si ngi. Të ngopën, ata përzi? Se të ngopën, monë është lirisht, atë se masë si të vuna i sen. E unë të folë këtu? Po va e gare. More, që s'pëta dishe vlerën ti? E kom që të humorin e zi pak të teksu. Ma shumë se one. Apo, edhe ti ki qepa. Okej, edhe, tuna është e preferumja e me. Tuna është e mirë se tuna ka omega 3, që tash, dhe thonë, qëre me një salat të ki vitamin A, vitamin K, vitamin C, vitamin B6, misre, dhe me thonë, omega 3. Tani thujnë, Albani po menan me shumë dhe për bënsanet në gjyra. Ja, që ta që ke morë 5 yë rejtin prej lenës. Apo den, dhe me thonë, ideja është, edhe ju kësha thonë, kur ti bleni këto të konzervume tunat, mos i men janë si të blume që janë, du të me konë të grimcume. Pse? Apëtin mos i bleja si flex, chunks. Se është ma e mirë, është ma e bukër. Edhe shihet ma bukër në salat edhe ma letë konsumohet. Që? Së nështë ta mësi e lodhë? Jo, nuk jem lodhë, dhe që montua dhe përdu me mbyllë emisionin e me hangë. Mull me hangë, da? Po për beth, kësmet. Që ta une ja kom... Po do të sa e mirë përdo këtë salata. Kur gjës përdo këtë e mirë që e ka eren. Visnija eren. Gjënat që shëkus nuk jenë të e një eren. A se a euforia në TikTok, merja eren, s'mundesh. Po, shkrujoni privat, paliti sa ne për rësit ne. Albani të shkrujoni për rësitë. Ta shkusitor mesajët, ja bën rësitën. Hej, pëse s'ke kalzumërit që bën, adin kur jemi do vene, kështu që saksisht i bën sana. Nuk ka faqe Albani, po të familja e unë më një mi kërku rësita dhe Albani. A ki me orë prapa, po të pëlqenë kuzhinat e na? Gjithë po tepër po më pëlqenë Sara kuzhina, e ki një kuzhinë fantastike, veç dola deri në balkon që ati me lonë diçka, edhe me marrë të po. Ti provohën e veç të shpëlloj pak që ta, super. Se po ta qesë po në përvuj, sa. Hajde, se mirë, dhe të shpisina. Po, na të shpisina, ma qëre, kjo është. Edhe pa kryp që t'jam. Na e përdorën shpek krybën e jodizume, të Himalajës,
si sene, po e kena reduktu. Nëse çdo recepti ka pas 2 lukë, ne e kena bo tash 1 lukë. Për 1 lukës kena ranë 1 të 4 dhe 1 dytën, sidomos sheqerin a kena reduktu tepër. Në sheqerin edhe na se përdojmë. Po, atë në është shumë sane. Salata e meqme edhe sandwich, si e kishtë emrin? Albanezo. Të dy receta që qika do t'i shkruajnë edhe të portali Familja Jonë, nuk ka faqe fatkeqësisht për me i shkru mja ma recetat, po ja ku i ka shkru këto është shumë, i kujdes shumë Albani. Po, më falni për drejt shkrem, po i kom shkru në speedin, në kohën po, shumë madhe sane, shumë shpejt i kena shkru, shumë shpejt i kena bo, edhe pa do të njësë emisioni, a bën me kalëzu të sa. Hajde bre Alban, kanë zoje sekretin. Qëre ku i kun shtifla mos tira. Edhe i thash Alban, kur t'hapet frigoriferi kanë mu po. A unë e kom botën me ngjyra, kështu që mirë, bani, ngrihen tani nuk na shkruajnë, mo Alban ke shumë gnaqësi me të pas, është hala ma gnaqësi me punu me ty. Faleminderit. Edhe çdo ditë i sjell shumë energji pozitive stafit tonë, e sa di sjell edhe familja jonë. Faleminderit Sara dhe piteje shumë. Mas pari, faleminderit që unë jam sot në pjesën e kuzhinës. Pse po them? Shumë gnaqësi. Sepse është privilegj me qenë dikon me një emision të kuzhinës, ku diçka ushqehet dhe kjo është shko në përmes gojës, në organizëm, dhe ti dush mja besu dikujna një punë shumë të madhe, për me ardhe me shti dur, sepse këtu nështë api këti ushqimit na nuk e gjujna, po ushqehen edhe 5-6 persona tjerë, 7 persona tjerë. Të falenderoj shumë as pari për besimin, për mundësin me shprej talentin tim televiziv. Edhe të të boftesa, që ta shti. Po, të boftesa. Edhe kështu që jam i mirë së ardhen, dhe më thonë saher që ki nevoj për diçka. Albani është këto, është edhe për ty, është edhe për të çdo emision që është në kanalin 10, sepse kur e ko marrë vendimin për me qenë këto, e ko marrë vendimin kur ja ka njësë të flutra me bo për media, për produksionin për sana, edhe po du me rikëthy pjesën mediale të dykurshme. Shumë knasi që të pata. Faleminderit shumë, për ndryshe fotot kena me vazhdu me bë bashkë, se këtë fotot në emision Albani me bashkë. Po, edhe arroa me tonë urime 7 vjetorin e portalit, edhe 11 vjetorin e emisionit. Faleminderit shumë. Sepse unë jam të ajnim 10 vjeqë e ne epizod. Faleminderit. Që unë ullë, asë kene ullë që kamerën. Po, brone shumë e shkurt. Në fakt të rrit ma shumë se që duhet, se na im të aman. Jo e në ndërtim pa leje, jo gjatit. Faleminderit Alban shumë, dashur miq, recetën e Albanit, nëse se keni pa prej fillimit e gjeni në gjitha rrjetet sociale, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, edhe të thënë, edhe të shkruar, edhe do ta kemi prap, sepse një sandwich albanezo, pa një desert albanezo nuk shkon, kështu që në të ardhmen javë të ardhshme do ta kemi prap Albanin. Juve faleminderit shumë që jeni çdo herë me neve, vazhdoni me qëndru me televizionin Kanal 10, me emisionet e kolegëve tonë. Ju uroj një javë shumë të mbarë dhe të shëndetshme. Mirëmbëjtje.